Përshëndetje miq të Pushime on Top dhe mirë se erdhët dhe sot. Përshëndetje nga unë Flori Gjini dhe Orin e Bijaj. Ja ku jemi, këtu në plazhin e Jalit, jemi në një nga resortet më të bukur në fakt edhe në atë emër që bëri tendencën, solli ndryshimin dhe krijoi një standard krejtësisht tjetër të asaj se çfarë do të ishte më pas akomodim i denj, shërbim i denj, argëtim, por jo vetëm. Dhe shumë detaje dhe plotësime që e bëjnë Folie Marine, një ndër komplekset më të mirë të gjithë zonës së jugut. Gjen në fakt gjithçka dhe është e pamundur mos të argëtohesh. Ne kemi patur mundësinë që të qëndrojmë këtu gjatë dhe akomodimi ka qenë me të vërtet për të përgëzuar, puna e gjithë stafit ka qenë për të përgëzuar, por jo vetëm. Kemi patur mundësinë të shijojmë qoftë zonat disi më prive, siç këta vetë i quajnë edhe me të drejtë, por edhe zonat pak më popullore, ato të quajtura dhe më low cost, me një standard më të prekshëm, në të cilat jemi ushqyer, jemi argëtuar, kemi qëndruar, kemi punuar, se ndërkohë jemi duke punuar. Nuk ishte se si të ndodhte ndryshe, nëse nuk do të kishim patur ata akomodimin dhe atë gjumin e mirë, sigurisht që edhe këto puntatat tona kaq të vrrushme çdo ditë nga e hëna në të hënë, patjetër që nuk do të kishin qenë kaq suksesshme. Po, do të na kishte rënduar kështu siç e ka në kurrizë dhe stresi, o bobo ushqimi, o bobo fjetja, ndërkohë në momentin që gjumin e bën të mirë, edhe të gjitha kushtet janë të përshtatshme, absolutisht që gjithçka bëhet më lehtë. Prandaj dhe ne deshëm që sillim një panoramë në fakt gjithë asaj çfarë përjetohet në një ndër vendet më të mira në jug, me të drejtë. Në ditët në vijim do të kemi mundësinë që të sjellim në Pushime on Top në fakt edhe disa receta me të vërtet ekskluzive, receta speciale, të cilat do t'i gatuajmë ndryshe dhe do jenë të gatuara dhe të propozuara pikërisht nga një ndër shefët më të mirë të vendit tonë. Këtë do t'ju zbulojmë vetëm në vijim, kur t'jemi gati bashkë me shefin për të propozuar recetat për ju. Tani le t'i shkojmë pak atmosferës nga pas, edhe të shihni se çfarë desha të them me të gjitha të hyrje të bukur, çfarë dua në të vërtetë të nënkuptoj. Pikërisht me këtë magjin që disa njerëz me një vizionin e dur kanë arritur të realizojnë në një nga resortet më të mirë të jugut. Ndjekim klipin. Ne vazhdojmë që ndrojmë në Folie Marine, por sigurisht që Folie Marine është ndërtuar në një nga gjërat më të bukura të jugut, këtu në Jale. Edhe për gjithë ata që ndoshta kanë dashur që të bëjnë një pushim edhe kanë dashur që të vinë në jug të provojnë edhe Bregdetin, edhe festën, edhe çdo gjë, duket sikur Jala është destinacioni që mund t'ju jap të gjitha. Por i ka të gjitha në fakt, me dy plazhe të mirë menduar, me plazhin familjar, me kompleksin fantastik siç e pat edhe vetë, ti në Jalë mund të zgjedhësh të bësh çfarë të duash, qofsh familjar apo i ri. Megjithatë, shumë prej jush kur na shkruajnë edhe na thonë jemi në shtëpi, jemi mbyllur, është shumë nxehtë edhe sigurisht ditët e nxehta ju e dini që mund të kalohen më së miri vetëm buz Bregdetit, ne do t'ju sjellim një klip të Jalit se si është në këtë atmosferë dhe në këto ditë të nxehta, si kemi përballuar ne, si e shijojmë ne Jalin nga afër. Po jo vetëm ne, do shihni edhe pushues. Absolutisht.
mos jeni pak të përgjumër, ndërkohë që po qëndroni në shtëpi edhe vapa bën të veten, tani ora e pasdites të thret ashtu në divan, të qëndrosh edhe të shijosh pikërisht këtë atmosferën tonë në pushimon to, por e nisa ka stile kështu, pasi tani gjithçka ndryshon. Tani do bëhemi të zhurmshëm. Unë prandaj u akomodova edhe prandaj u mbështeta, sepse kjo më duket tamam si një nga ato makinat që ne do të shohim në insert pas pak. Ka një lloj. Në fakt ka një farë ngjashmërie. Për shembull, disa nga makinat që do të jenë materialin që do të nishin vijim në një aventurë me të vërtet krejtësisht ndryshe, të çmendur, as pak tradicionale, të cilën patëm mundësinë ta kishim me disa pushues që janë këtu në plazhin e Jalit, kemi zgjedhur një destinacion krejtësisht off-road dhe kemi bërë me xhipa. Është xhipa, ato furistrada që tashmë i ka mbetur edhe emri, janë nga më të bukurit, janë me ngjyra, janë të prekur nga vetë shoferët, të cilët janë djem pasionant që këtë gjë e realizojnë thjesht dhe vetëm për kënaqësinë e tyre. Nuk është kjo një guidë, por është një eksperiencë e vërtet nga njerëz të vërtet, nga pushues të Jalit, të cilët organizohen dhe në këtë formë. Më duket nga ato guida ku Orin e dërgoj me flok të shtrira dhe na vjen me flok të çakërnisura. Edhe nuk ka faj. Sidomos kur me të gjithë charmin tim. Jo. Bind njëri nga shoferët që të dali pasagjer edhe pastaj të gjithë eksperiencën ta shijoj edhe vetë. Të paktën kthimi, nuk e di se sa do mund të japim, po unë e thash. Megjithatë, unë do doja të kisha qenë një pasagjer jo. Edhe pse unë e shijoj në... Isha më e qetë se që pretendoja. Vërtet? Po. Ndoshta makina e madhe, adrenalina, aventura. Por nëse do t'jeni pasagjer të Orit, me patjetër që do ta shijoni udhëtimin, se është nga ato shoferet shumë korrekte. Po lidhuni gjithsesi me rrikën e sigurimin. Patjetër. Më mirë, ndjekim klipin. Jam zgjuar që në mëngjes edhe jam shumë e emocionuar, pasi sot do të kemi një aventurë krejtësisht ndryshe. Edhe pse Flori na ofroi nga Gjirokastra një super guide me Jeep Safari, ne sot do të bëjmë diçka të ngjashme, por pak më të egër. Do të kemi një aventurë off-road, do të jemi disa xhipe, ato makinat e larta furistrada, të cilat e kanë mundësinë të dalin jashtë rrugë, flas për rrugë të pa asfaltuara në të cilat jo të gjitha makinat mund të ecin, dhe përveç panoramës së bukur që djemt kanë menduar edhe do të na shoqërojnë sot gjatë gjithë ditës dhe ne do të mund ta shohim bashkë, do të kemi një bisedë me ta edhe do të mundemi të ndjejmë të gjitha të adrenalinën e një eksperiencë krejtësisht ndryshe dhe jashtë kornizave.
Zbritëm nëpërmjet të lumit dhe mbritëm deri në derdhje në det, këtu në Qeparo dhe ishte një super eksperiencë. Si ju bëri bashkë gjithë kjo? Bëjmë gjithmonë. I kemi zbritur gjitha plazhet ku vjen vetëm makinat tona, që s'vjen asnjë makinë tjetër. Dhe ajo është e bukur e këtyre që shikon ato vende që nuk i shikon dot as vetëm ti për shkëmbë. Pa mundur që të shkosh normalisht. Të gjithë djemtë janë pasionantë dhe e kanë këtë si një hobi tyre? Jemi bërë të një pasion, jemi shoqëri, jemi shok, të gjithë shok të ngushtë, të vjetër. Sa vite u bën që ju, le të themi, bëni këto aventura off-road me xhip? Po them që kur na e krijuar kushtet një 12 vjet, 15 vjet, që bredh që lëvizim gjithë Shqipërinë. Ka patur raste kur e keni ndjer veten rrezik? Shumë herë, edhe vete deri në atë pikë që diskutohet e jeta. Po, njerëz të tjerë nuk merrni me vete, jeni gjithmonë ju në grupin tuaj të... Po, ne, vetëm ne, shoqëria jonë. Nuk Keni në agjendë lëvizje të radhës? Keni menduar? Për momentin jo, është lëvizjet i kemi kështu, kur na thot dikush që aty është një vend i bukur, edhe nisemi se kështu i kemi vajtur të gjitha, kështu me blok i kemi vajtur, i kemi bredhur të gjitha. Kush ka qenë një ndër vendet e bukura Gert që të ka vende të bukura, ka shumë vende të bukura. Po nga më të bukura të paktën për Bregdetin ka qenë poli më jugor i Shqipërisë. Ishulli Tongos, vetëm deri diku me makina se s'veje dot, nuk veje dot mëtej edhe rreth një gjysmore në këmbë. Ishulli Tongos? Tongos, është pika më ekstreme jugore e Shqipërisë. Ajo ka qenë mrekulli fare, shumë mrekulli. Do ta përsërisni si eksperiencë? Nga deti se andej një herë shkojmë me makina, nuk vjen dy herë. E pam një herë, është destinacioni tjetër pastaj. Gert, ne të falenderojmë shumë që na bët pjesë me pushime on top të kësaj super eksperience me adrenalin, edhe tani besoj kemi kthimin edhe nuk e di, do mund t'i jap vet xhipit? Po, si nuk do mundesh patjetër. Tani vjen koha të takojmë një nga ato vajza super seksi, të paktën kështu është fama e saj në rrjetet sociale dhe jo vetëm për këtë është një ndër moderatorët më të dëgjuara edhe më të klikuara pikërisht në platformat e digitalbe dhe super sport. Megjithatë, ne super seksi kemi patur çdo ditë këtu në pushime on top. Përgjithsisht, po. Shumë interesante për më tepër, por ajo sigurisht kur vjen puna tek sporti edhe tek futbolli, I bën të dyja bashkë, mikson seksin me sportin. Absolutisht. Ku ka më bukur se të miksosh këto të dyja? Nuk e di, besoj në fjalët të krejtësisht si mashkull që je në këtë panel të ftuar. Do të kemi Ilda Bejlerin në një, nuk e di nëse do ta quaja intervista apo jo, po do të jetë një lloj
formati interesant, loj, argëtim, klip, Ju a them unë që personazh. Flori i shkoj Ildës teksa ajo pushonte, pati të gjithë dashamirësinë që taftonte në një situatë krejtësisht argëtuese edhe me të vërtet interesante, cilën ju do ta ndiqni, pasi çfarë nuk ka aty brenda, edhe Ilda vjen krejtësisht ndryshe, të paktën nga mënyra se si jemi mësuar ta shohim në ekran. Megjithatë ne do ndjekim Ildën, por unë i qëndroj besnik Orit. Oh, faleminderit. Ndjekim. Tani mendoj pak sa të vështirë ka munditën sot, vështirësi pune. Diellin e kemi saç, edhe me ty këtu ngjitur, nuk mund të ndodhë ndryshe dirë sa të surrin. Do me thënë pishinën për momentin, për dhe detin afër. Po nuk ma tërheq vëmendjen pishina, ma tërheq ti vëmendjen. Edhe që mbizotron ngjyra e bardhë. Kjo është akoma më pëlqen e bardha. Si duket, si të ka gjetur Vera? Shtu hot, seksi, patjetër. Vera mua përgjithsisht më gjen gjithmonë mirë. Nuk e di domethënë, ndoshta këto elementet që ti përdore, dielli edhe deti, mua më bëjnë gjithmonë mirë, saqë unë shpesh herë me shoqërinë time gjithmonë thoja o Zot, pse kam lindur në një vend ku Vera nuk zgjat gjithkohë. Unë mendoj që është edhe ky fakti që ndoshta Ildën her pas here etiketojnë si vajza seksi. Si ndihesh ti kur të etiketojnë kështu? Sigurisht që ndjen mirë, në sensin që nuk ka asgjë të keqe që të jesh seksi. Edhe nuk e di se si ka lindur ky epiteti, po kam përshtypjen që kjo lind me njeriu. Si ka lindur doje të thoje? Si mund të lindte ndryshe? Kjo lind me njeriu, unë kam përshtypjen se shpesh herë e gjej veten që edhe kur jam e veshur kështu deri këtu, prap vjen një moment që më thonë, më bën këtë komplimentin që je shumë seksi. Ka të bëjë sjellja, kam përshtypjen, po edhe ndoshta fakti që unë përpiqem ose le ta them më saktë kam një devoles për Amerikën Latine, kështu që gjithmonë femrat andej janë shquhen si seksi më tepër se sa elegante. Ilda zgjedh pushimet low cost apo zgjedh ato pushimet luxury? Cilat preferon ti? Vetën nuk jam shumë të low costi. Ma pëlqen sinqeriteti. Do të thënë që duke qenë se punoj gjithë vitin, përpiqem që pushimet të janë gjithmonë jo luksoz, në sensin që duhet jenë të mira, pushime që unë të arrit të relaksohem, kështu që më pëlqen kushtet e mira, po edhe vendet e bukura, kështu që asnjëherë nuk kurse për veten, jo vetëm për pushimet, por këtë gjë kam për çdo gjë që ka lidhje me mua, sepse mendoj që njeriu kur investon edhe punon për diçka, duhet i bëjë qefin vetes, kështu që absolutisht. Diferenca. Nga pushimet do kalojmë te një projekt që nuk është se ishte shumë i zakonshëm, u përfolë për një film. Edhe në fakt nuk e di si ishte si eksperiencë për të na thuaj diçka më shumë. Po, ishte një eksperiencë shumë e bukur, të paktën për mua erdhi shumë rastësisht si propozim që mu bë. Edhe në fakt nuk është se e kisha parë ndonjëherë veten aktore, por roli që duhet kisha ishte shumë origjinal edhe nuk është se duhet bëja ndonjë, le ta them, ndonjë shkencë të madhe, thjesht isha vetvetja. Në momentin që vajta në Itali, takova edhe Marco Xhalinin, një aktor shumë i famshëm, i cili teksa po bisedoja, po më shpjegonte edhe faktin e të qenit aktor dhe në fakt pavarësisht shkollës dhe gjithçkaje, mendoj që ajo që ke brenda arrin të bëj diferente edhe të ndryshosh nga të tjerët në çfarë do lloj profesioni, jo vetëm në aktrim. Dhe po thonim që shumë nga aktorët më të njohur në botë nuk është se kanë patur vetëm shkollën, po e kanë ndoshta edhe të lindur, po edhe një farë origjinaliteti që njerëzit i bën që të ngjajnë me ty. Kështu që në çdo profesion vazhdo të theksoj të jesh origjinale. Është gjëja më e bukur edhe ajo i bën njerëzit që të ndjekin edhe të dashurohen me ty. Megjithatë, në jetë ndodh ndonjëherë, sidomos në profesionin në media, duhet të aktrosh. Sa e vërtet është Ilda dhe sa aktron në jetën e saj të përditshme ose në profesion me kolegët? Si ishte ajo qeshura? Dëgjoj, se unë nuk është se nuk di të aktroj.
problemi është që mua nuk Ti më nuk pëlqen. do. Nuk më pëlqen të aktroj, sidomos me njerëzit që ndjekin ekran, se mendoj që është shumë e thjesht vetvetja se sa të aktrosh. Dhe çdo gjë që bëj, qoftë edhe kur prezantoj një emision, përpiqem ta bëj me atë, të krijoj atë unitetin, atë unin tim, le ta themi, në mënyrë që edhe njerëzit ta bëjnë diferencën se kë po ndjekin. Mund ta themi që është një vit i Ilda Belerit sepse pate shumë buj, ishte edhe botrori, mos ta harroj. Megjithatë nga ana tjetër edhe showbizi pati një fokus shumë të madh. Domethënë ishin në kërkim të Ildës dhe të jetës private të Ildës. Si ishte? Më thuaj pak, si e pritën? Kuriozitet për sa i përket jetës private, po edhe showbizi vet, unë i kuptoj këto gjëra në sensi që kërkojnë gjithmonë lajme apo diçka shumë të vogël ndoshta egzagerohet akoma më shumë, por shikoj tashmë është më thjesht nëpërmjet rrjeteve sociale të shohësh edhe komentet e njerëzve apo opinionin e tyre, dhe për të thënë vërtetën ndonjëherë ndihem dhe keq në momentin që shikoj njerëz që përpiqen që të fokusohen vetëm tek pamja e jashtme dhe në atë moment të godasin dhe të kritikojnë për pamjen e jashtme, ndërkohë që shpeshherë më vjen të kthej ndonjë koment edhe ti them po si ka mundësi që nuk keni parë një emision timin dhe thoni pastaj që pse nxorre këtë foton mbrapa Sparts, Anas apo ku di unë. Domethënë në një moment që je personazh publik mund të do ndryshosh gjithë pozicionet në për foto, po gjithsesi kanë bërë dhe gjëra shumë të mira dhe profesionale që do doja të vetë media të merrej akoma më shumë. Mirë, ne mbetemi te kjo, tek pjesa jote profesionale. Sa është kontrata jote me Digitalbin se duket sikur s'po përfundon asnjëherë? Kontrata e ka fjalën si e gjatësi. Si e gjatësi? Kontrata ime ka përshtypjen e përjetshme. Domethënë nuk është se është shkruar aty, po mendoj që marrëdhënia ime e Digitalbin është një dashuri që do zgjas gjithë jetën, kështu që aty kam hedhur hapat e para. Ke moderuar një sfidë. Ishte një produksion me lojra. Vetëm atë pam nga Ilda dhe përsëri Ilda vazhdon që ndron në sport. Po është normale. Unë kam mbaruar gazetari, kështu që në momentin që mbarova shkollën gazetarin, qëndrova tek sporti, nuk e di pse, ishte një ndjenjë e ndërsjellët, kështu që e gjeta veten shumë mirë aty. Më pëlqen gjithmonë të eksperimentoj, të bëj diçka ndryshe, po gjithmonë do njihem si Ilda e sportit. Megjithatë Ilda, dhe debati që ti pate për shembull mediatikisht me Mustafa Nanon, që është një analist, nuk ishte për sa i përket gazetarisë dhe punës që ti bën, por për sa i përket veshjes edhe imazhit tënd në televizion. Mendoj që u përgjigj Digitalbi për çdo gjë. Mendoj që ishte një vëmendje e kërkuar, edhe kaq. Dhe mendoj që njerëzit kur debatojnë me dikë, rreth parë duhet dinë se me kë kanë të bëjnë, në sensin që më erdhi shumë keq që një opinionist i njohur si Mustafa Nano nuk ishte informuar dhe nuk e dinte fare që kishte të bënte me një ish studente gazetarie. E vlerëson ti Mustafa? E cila ka dalë gjashta në Shqipëri në një provim shtetëror, që do të thotë ti dalësh kundër një studente, po edhe mos ta dish që ka mbaruar gazetari, mendoj që është një mungesë informacioni totalisht që lë për të dëshiruar, mendoj unë, për njerëz që mbajnë veten si gazetar të njohur edhe opinionist. Kështu që sepse e vija re në një moment që thoshte nuk e di as kush është dhe nuk e di as kam të bëj fare. Mendoj që njerëzit për kolegët duhet kanë shumë respekt, sidomos për njerëz që kanë luftuar edhe që kanë investuar në diçka dhe ai mendoj që duhet ishte personi që duhet i vlerësonte përpjekjet e një gazetare sportive në një terren shumë të vështirë. Përveç se kësaj, a ke patur ti një komunikim me të? Nuk kam patur asnjë komunikim sepse nuk përpiqem që të mbush mendjen asnjërit për asgjë, por më tepër kur është një terr informativ, që do të thënë dikush zgjohet edhe mendojnë që unë do kapem me ty tani se pse ti ke veshur këtë fustan, por më tepër që momenti që veta ishte kapur, unë isha e mbuluar për herë të parë në jetën time me një fustan me golf. Kështu që kush të doj le të merret me pamjen, kush të doj me njohuritë e mia, mund ta hapte Supersporti dhe të shohë se sa bukur flas unë apo çfarë informacioni kam. Po për talentet e reja, çfarë mendon Ilda që po vinë në digital? Për talentet e reja, mendoj që kjo pjena nuk mendon fare. Mendoj që pjesa e pamjes së jashtme është bërë paksa është bërë si një kriter, në sensin një gazetare jo domosdoshmërisht, jo patjetër duhet të jetë e bukur. Por ti nuk është se ndjen një sfidë aty. Absolutisht.
Jemi seksi këtu, ha? Po, patjetër. Me ty njëherë. Përveç kësaj, se isha pak kurios të dija. Të shkthyer ndonjëherë problem kjo pjesa e të qenurit seksi, e të qenurit charmante. Sigurisht bëhet fjalë për lidhje, ëh. Po jo më pse do të kthehet në problem fare, absolutisht. Në një unaz në dorë se më ke ardhur me unaz në pishin. Është unaz me diamant. Më duket. Ti nuk e ke akoma një me diamant? Unë i kam, po i kam ja ble vetes. Si është marrëdhënia e Ildës në këtë periudhë? Më thuaj pak në disa faza, single, chatting, complicated relationship, relationship broken. Chatting, Ja, complicated do thoja. Ja ta marrë më në thellësi, se kështu në thellësi Tani po më korrupton, dëgjoj. Marrëdhënia jam shumë mirë me veten. Kaq më mjafton. Po pse complicated? Complicated sepse sigurisht që kur një person është i arrir dhe në sensin që e di çfarë kërkon, është vështirë ta gjesh ashtu siç e kërkon dhe ashtu siç ti e dëshiron, kështu që si e kërkon ato njerëz që nuk bëj kompromis. Si e kërkon Ilda Beleri? Po si e kërkojnë? Ja, unaza njerë. Bëj shaka. Tjetë pak si unë dhe të më kuptoj. Është e vështirë që pa tani gara është shumë e madhe, po në momentin që do përzgjedh dikë pa diskutim që do jam shumë e kujdesshme. Ti ke thënë që me një futbollist në një intervistë tënde nuk do të kishe kurrë një marrëdhënie jetë gjatë. Megjithatë, nga ata futbollistë që ti ke intervistuar, me kë për shembull Ilda do të martohej? Me asnjërin nga këta futbollistë. Jo. Nuk e dia e kam thënë këtë, në sensin që se nuk është se unë kam provuar një marrëdhënie afat shkurtër që ta kuptoj, që mund të jetë afat gjatë. Unë futbollistët pa diskutim që i vlerësoj shumë, edhe ndjem shumë simpatik, pse jo edhe me femrat kanë shumë sukses, por nuk e kam gjetur veten asnjëherë. Ilda më re, Ilda. Po iki, unaza. Tani po rregullohem pak. Duket sigur unaza dhe Ilda nuk është se kanë një marrëdhënie të mirë. Mund ta themi. Nuk qëndroj dot. Qëndron dot në një unaz. Ja. Një mashkull vlen më shumë se sa një unaz. Kjo ishte ajo që duhej. Kjo ishte fikse ajo që duhej. Vetëm më mungo kanë. Edhe imagjinoj edhe me një dorë, dhe me një dorë për më tepër. Mungo kanë krah. Ja, vim këtu në këtë fazë të jetës, në thellësi. Ku Mirë, më thuaj një çik. E zëm, ne po hedhim një hipotezë. E zëm se ti je në një lidhje afat gjatë ose afat shkurtër, çon si ka, dhe për shembull, të vjen edhe të thotë i dashuri, zemër, i je veshur shumë ekstravagante. Çfarë i thotë Ilda Beleri? Unë i them që e ke gabim, dhe të parë. Okej. Se po të qosh vajzat vishen akoma më ekstravagante, po nuk besoj që hyte ekstravagante, se sa të pjesa që më pëlqen të luaj pak, po thjesht me stilin, nuk është se vesh ndonjëherë diçka wow. Po, e zëm se për shembull ky djali të vjen edhe të thotë, zemër, mama e ime thotë që ti duhet fillosh të gatuash. Çfarë i thotë Ilda Beleri? Unë i them që çfarë i ra njeriut dhe nuk e bëri. E zëm se ai për shembull të thotë, Nuk besoj që duhet ma bëj këtë gjën, këtë testin. ndoshta, megjithatë ne e provojmë, si dihet asnjëherë për atë pretendentin po flasim, ë, për atë. Mos e bëj. E zëm se për shembull ai të vjen dhe thotë, zemër ke filluar të dalësh shumë darkave. Çfarë i thotë Ilda Beleri? Unë i them që e ke gabim prapë sepse unë jam njëri që nuk është të dalë shumë shpesh darkave, ose edhe në momentin kur dal, jam nga ata njerëz që diku te ora 11-12 më gjën në shtëpi, nëse e teproj pak, jam gjithmonë duke pirë ndonjë gotë berë dhe kaq, po gjithmonë në relaks edhe me njerëz që bëj muhabet mbi gjitha, sepse nuk më pëlqejnë shumë vendet e zhurmshme apo me muzikë. Po nëse për shembull ai të vjen dhe thotë, është dikush, ai nuk është i dashur jot në këtë lloj rasti dhe të thotë për shembull, Ilda, dua që të ham një darkë bash. Është një djalë charmant, ti nuk është se e njeh shumë, por ka shumë mundësi ekonomike. Sigurisht që i them ja. Jeti shumë vajzë
ndonjëherë edhe pak kokdere në një marrëdhënie dhe kjo gjë mund t'ja ngrej pak nervat meshkujve? E pas kemi gjetur, më duket. Dëgjoj, unë jam shenja bricapit. Kështu që bricapi ka brinj, është normale që fjala ime duhet të jetë ligj, po gjithmonë duke rënë në një kompromis. Nëse ai për shembull ty të thot, Ilda, ku do shkojmë për pushime këtë fundjavë? Ku do duash zemër? Po mirë tani ne folëm kaq shumë. Ky të thot kështu, ky të thot ashtu. Kush është ky? Ti po flisje sikur. Kështu që sikur? Sikur pra. Nuk ekziston akoma. Po kur pra? Po nuk i dihet. Mendoj që një ditë po do ekzistojë ky njeriu. Tani na lini pak që të lajemi na? Ë? Një puthje dhe pushime unë. Më edhe ty, të falenderoj dhe suksesa. Ishte shumë kënaqësi. E kam shijuar shumë këtë intervistë. E shikoj. Tani do bëhemi pak më serioz, po për t'ju dhënë një propozim që me të vërtet duhet marrë në konsiderat, të paktën unë e kisha për herë të parë si eksperiencë. Edhe mua kur ma the, mu duk pak e çuditshme, nuk është se e kisha Të rastisur dëgjuar. shpesh, nuk është nga ato vendet që i është bërë një PR apo një lloj marketingu i fuqishëm dhe ti të thuash që e njoh apo e ke dëgjuar. Edhe po i thoja Orit që është një vend shumë interesant. E kemi dëgjuar shpesh, kemi vizituar, të gjithë kanë qenë të vëmendshëm për shembull ndaj Bylisit apo Apollonis, por në fakt parku kombëtar i Orikut, të cilin patëm mundësinë që ta vizitonim, ishte me të vërtet magjepsës. Një histori shumë e lashtë, të cilën ne patëm kënaqësinë që të kishim me vete Dorina Gjergjin, të na e tregonte deri në detaj. Aja na foli gjatë, na sqaroi për gjithçka kishte ndodhur dhe për gjitha qytetrimet që pretendohet që të kenë qenë pikërisht të parët që nisën jetesën e këtij parku. Na zbuloi shumë fakte interesante dhe madje ajo Ishte arkeologe? Arkeologja e parkut bëri dhe një apel me të drejtë për të gjithë ata që mund të kenë vesh për të dëgjuar dhe institucionet përkatëse. Edhe para, për ndoshta fonde për të që investuar? duhen, pikërisht që ai park të gërmohet më shumë, pasi pretendohet që është zbuluar shumë pak deri më tani, edhe ka ende shumë punë për të bërë. E nuk i dihet nëse gërmimet vazhdojnë me ato çfarë mund të dalin në sipërfaqe, edhe faktet historike mund ndryshojnë dhe të gjitha ngjarjet mund të ndryshojnë. Tani, unë nuk di të them, t'i them Dorinës se me gojën jam njish, po Çekiçi nuk është se e kam provuar ndonjëherë, por mund të dalë vullnetar edhe të vi të gërmoj bashkë me ty. Nuk e kuptoj pse më provokon, se unë jam njeri i mirë, nuk më pëlqen kur më provokoj. Si e mirë me gojën më? Që dita përdor ashtu siç duhet, me dita fus në fund të paguhen për këtë. Shumë dakord që ti si moderator tashmë po ja vërteton të gjithëve që është shumë okay, por na ke vërtetuar që edhe në sport, edhe në situata prakticiteti, gjithashtu arkeologun tani. Po, Dorina kishte nevojë për ndihmë. Ishin shumë pak njerëz ata të cilët kujdeseshin për parkun dhe madje edhe pastrimin e bënin vetë, edhe për të gjithë vizitorët kujdeseshin vetë, edhe pse që të hyje në parkun e Orikut duhet të kaloje pikërisht në portën në traun e Pashalimani dhe do duhej që të lije aty tek pika e kontrollit edhe kartën e identitetit dhe kjo ishte një rregull që nuk bënte përjashtim për askënd dhe madje kishte patur situata kur ndonjë poshuz ndoshta i huaj kishte refuzuar që të linte letër njoftimin dhe ishte dashur që të kthehej pas. Megjithatë, e vetmja mundësi ishte nëpërmjet traut në hyrje të Pashalimanit. Jam shumë kurioz edhe unë që të shoh se çdo të serviret për Orikun, kështu që le ta ndjekim më mirë. Jemi në parkun arkeologjik kombëtar të Orikut edhe bashkë me mua është Dorina Gjergji, arkeologja e parkut. Ajo do të na shpjegoj të gjithë itinerarin dhe do të na flas për gjitha monumentet e lashta që ndodhen në këtë park si fakte historike. Kemi
që në periudhën e shekullit të 4 para erës sonë, nga gërmimet arkeologjike është themeluar në këtë shekull nga fisi i lirëve Amant. Por kemi të dhëna të tjera që përmendim shekullin e 5, ku Herodoti e përmend Orikun si një liman i rëndësishëm i Epirit. Ka historian romak që e përmendin më herët dhe lidhin themelimin e këtij vendi me fisin e Eubeas, të cilët kanë ardhur këtu mbas luftës së Trojës dhe kjo i përket afërsisht shekullit të 8 dhe të 7 para erës sonë. Gërmimet e para kanë nisur në vitin 1958-60, kanë qenë gërmime shqiptare sovjetike të kryesuara nga Budina. Nxorën në pa teatrin, që sot në fakt njihet si Nimfeu ose Fontana, nga gërmimet e fundit që kanë ndodhur nga viti 2012, 2013 dhe 2014. Fillimisht janë zbuluar shkallare dhe pjesa e skenës dhe për të arsye është menduar për gati 50 vjet që kemi të bëjmë me një teatr. Gërmimet e fundit falë zbulimit të këtij kanali që shikohet në mes të Shatërvanit, është një kanal 7 metër i gjatë dhe 1 metër e 85 cm i gjerë, tregohet që në fakt kemi të bëjmë me një shatërvan. Sa i madh pretendohet që ka qenë ky qytet i lashtësisë? Ky qytet në kodrën në cilën është ndërtuar është rreth 5 hektar. Ka luajtur një rol të rëndësishëm mbrojtës, por ka luajtur akoma më tepër një rol të rëndësishëm si port detar. Po ta shikoni Orikun, banorët janë detyruar t'i adaptohen kësaj kodre. Si t'i adaptohen? Kanë gdhëndur shtëpit dhe banesat e tyre, kanë punuar këtë kodër, kanë krijuar shkallare të cilat vinë në formë rrezesh dhe shkojnë në majën e kodrës, kanë krijuar banesat e tyre dhe vetë Nimfeu është po ashtu i gdhëndur në kodër. Ja të gjithë është parë si një pikë kyçe, jo vetëm për të krijuar një qytetërim të tërë, por edhe për pozicionin e mirë gjeografik që ka Gadishulli. Për luftrat. Për luftrat, një ndër më të rëndësishmet, në të cilat përmendet nga shënimet e Cezarit dhe nga historiani Apjani, është lufta civile midis Cezarit dhe Pompeut, që daton në vitet 49-48 para erës sonë. Cezari zbarkon në janar të 48-s me trupat e tij në palas. Ka qenë me një legjon dhe 30.000 veta, të cilët në rrugë toksore arrin në qafën e Llogaras dhe zbresin këtu në portat e Orikumit. Tani jemi tek një nga banesat. Po, kjo është një banesë zbuluar nga gërmimet arkeologjike të viteve 90 nga Vasil Bereti. Karakteristike e kësaj banese, e cila i përket shekullit të tretë, është fakti që dyshemeja dhe muret është punuar shkëmbi për të krijuar këto dy elemente. E veçantë është tjetër puksi, i cili mbushej me ujin e rënë nga çatia, ujë shiu, dhe përdori pastaj për funksione të ndryshme nga banori i banesës. Kjo është banesa e dytë që ne po shohim edhe na bëj shumë përshtypje të gjithë këto grobzat që gjenden nga do pothuajse. Po, kjo është banesa e dytë, e njëjtë me banesën e parë, përbërë nga dy kthine, nga pusi dhe nga këto gropa që ju i shuani, në të cilat banorët vendosnin pitosat. Pitosat janë vazo të mëdha në forma të ndryshme ku ata konservonin ushqimin e tyre. Me përbërje mund të ishin drithra e të tjerë. Tani jemi tek kisha e cila ende nuk ka përfunduar së gërmuari. Kisha zbuluar jo shumë vonë tani, është në 3 faza ndërtimi, mendohet që pjesa e apsidës të jetë faza e fundit të ndërtimit të saj, është gjetur edhe një var. Kemi dhe një moment tjetër që ka të bëjë më tepër me besimin, çfarë besonin banorët në atë kohë, normalisht në shumë perëndi, dhe pikërisht kemi altarin kushtuar hynive. Është një altar ku banorët bënin kremtime, flijime në rast të festave që ka patur qyteti antik i Orikut. Ka akoma shumë për të zbuluar edhe për të gërmuar?
Po, ka shumë, unë e thash dhe më përpara ne kemi një gërmim tani në shtator, shpresoj që gërmimet në Orik të vazhdojnë, të mos ndërpritet, të zbulohet qyteti dhe vetë zbulimet të flasin për historinë e këtij qyteti. Pushuesit kur vinë këtu, sidomos ata të huaj, cili është reagimi i tyre për gjithë këtë histori që ti po na tregon? Pushuesit janë shumë të interesuar në lidhje me historinë, shpesh më pyesin nëse kam dëshirë t'u bëj guidën, që nuk diskutohet. U pëlqen historia e betejave, por ajo çfarë unë më tepër u tregoj është mënyra se si është punuar ky territor nga këta banor. Dhe ata befasojnë kur shikojnë kryesisht shkallaren, se si kanë mundur këta banor të krijojnë këto shkallë. E gjithë kjo guid, bashkë me zërin tënë që tregon të gjithë historikun e saj, sa kushton për një nga vizitorët që do të vendosë të vinë në park? Bileta kushton 200 lek të reja. Dhe procedura, në mos gaboj, ashtu si dhe për ne, është me kartat e identiteti që duhet të lihen tek roja në hyrje të parkut. Pasi këtu është bazë ushtarake, nuk është thjesht parku. Po. Ori, po kjo ishte mrekulli, mojti. Unë nuk e kisha parë, realisht. Duhet realisht të shkosh edhe bileta ka një çmim krejtësisht qesharak, kështu që është gjuna që mos shkosh për më tepër, ndoshta në material Dorina nuk e ka thënë, por atje vizitorët përveç se shijonin parkun mund të bënin edhe piknik, mund të qëndronin aty dhe ata i asistonin që e gjithë ditët ishte fantastike pasi në ato fishte vjetër dhe gjigant, gumëzhini dhe gjikallat dhe ishte me të vërtet qetësuese dhe relaksuese. Ne mund të bëhemi të mirë për shkakun, flasim me shefin e folis, ai na gatuan diçka, ne të dyja bëjmë surprizë gjithë stafit. Shumë dakord. Kështu që ne ju lëm tani. Dhe kështu të gjithë çlodhemi. Ju të vazhdoni ditën tuaj, ne po shkojmë të takojmë shefin që të bëjmë gati materialin dhe planin se ku do të gatuajmë të, a në parkun e Orikut apo këtu në kompleksin e Folie. Dhe jo vetëm, por edhe se çdo të sjellim për ju nesër, që sigurisht do të jetë akoma më speciale se kjo e sotme, jam shumë i bindur. Besoj, kam besim. Mirë, e mbyllim për sot Pushime on Top. Faleminderit që qëndruat me ne bashkë me diellin. Mos harroni ritransmetimet, shihemi nesër.